Si është qasja në raport me grupet e marginalizuara të shoqërisë, sidomos me komunitetin LGBTQI? Si është raporti protestantëve me ta? Ne besojmë se e para punësh se cilë njeri është mëkatar. Nuk ka këtu dallim. Unë s'kam pse, edhe si shpëtuar, edhe si i rilindur, askush nuk me atë drejtën që të jem dikush mbi një person pse ka një drejtim, një orientim, një jetë ndryshe. Jo, na drejtim ne i konsiderojmë barabar, edhe konsiderojmë që kemi qasje njësoj në hirën e Perëndis, edhe kjo është në rregull, s'mund të paragjykojmë. Gjithë ata janë të mirë se ardhur, kjenë kisha tona të vinë, gjithë ata janë të mirë se ardhur me dëgjue, me pa, dhe kështu askush me imi gjykue, se çfarë bojnë se ne nuk jemi gjyqtar. A pajtohemi që të ketë, asëse jo, a pajtohemi me ideologjin, a pajtohemi me aktivizmin, a pajtohemi me pikat ku ata qëndrojnë, jo, nuk pajtohemi, por ne dëshirojmë që duhet me i trajtue me hirë, mi trajtu me hirë, edhe mi trajtu me besim. Po.